U martova me një burr që kishte 2 familje në 2 shtete, dhe më e dhimbshmja nuk ishte tradhtia. Ishte fakti që unë isha gruaja e ligjshme në letra, por e padukshme në zemrën e tij. Gjithçka filloi me dashuri, me ëndra, me premtime për një jetë më të mirë jashtë Shqipërisë. Por mbaroi me një letër të shkruar me dorë, ku ai më thoshte, më fal, por s'jam vetëm i yti. Sot, kur e kujtoj, më duket si film. Por ishte jeta ime, pjesa e parë, quhem Mira. Kam lindur në një fshat të vogël në veri, aty ku dimri zgjat 6 muaj dhe fjalët e njerëzve peshojnë më shumë se jeta vet. Kur isha 24 vjeçe, e takova Arbenin, burrin që mendova se ishte dhurata e Zotit për mua. Kishte ardhur nga Italia për pushime, i rregullt, i qeshur, me një lloj elegance që ne vajzat e fshatit e shihnim vetëm në televizor. Në fillim, nuk më kushtoi shumë vëmendje. Ai fliste me shumë njerëz, ndihmonte të afërmit, rinte me shokët. Por çdo herë që kalonte pranë meje, e ndjeja një lloj dridhjeje të çuditshme, si një parandjenje. Pas disa javësh, më ftoi për një kafe, më kujtohet ajo ditë, veshja ime e thjeshtë, trupi që më dridhej, dhe sytë e tij që më shikonin si të isha e vetmja në botë. Nuk e di pse, më tha, por më duket sikur të kam njohur gjithë jetën, qesha me ndrojtje. Ndoshta ngatërohesh, jo. Tha ai, ka njerëz që Zoti i krijon për t'u takuar, edhe pse vonohen. Ti je një prej tyre. Pas asaj dite, filloi gjithçka. Ai vinte çdo ditë. Më sillte lule, më merrte në telefon, më fliste për Italinë, për shtëpitë e mëdha, për punën e mirë, për mundësitë që kishte atje. Unë e dëgjoja me sytë plot dridhje. Për mua, ai ishte dritarja drejt një bote të re. Brenda 3 muajsh, më propozoi, nuk dua të pres më tha. Dua të marr me vete, të ndërtojmë një jetë bashkë. Prindërit e mi u habitën nga shpejtësia, por e pan që ai ishte burr i sjellshëm dhe i pasur. Mundësi e artë, than. Dhe kështu u bë dasma e vogël. Por e ndjer, kur mbërrita në Itali, gjithçka më dukej e jashtëzakonshme. Shtëpia ishte e madhe, e pastër, dhe Arbeni më trajtonte si princesh. Në fillim, më çonte në restorante, më njihte me disa shqiptar të tjerë që jetonin atje, më prezantonte si gruaja ime e bukur nga Shqipëria. Por diçka në sjelljen e tij ishte e çuditshme, nuk më lejonte të hapja disa dhoma në katin e sipërm. Dhe kur e pyesja, më thoshte me një buzëqeshje të lodhur, janë magazina, s'ka pse të futesh, nuk më linte të përdor telefonin pa e ditur ai. Dhe më kërkoi që për disa kohë të mos regjistrohesha në dokumente derisa të rregullonte disa letra. Isha e dashuruar dhe nuk doja ta mendoja keq. Por zemra ime ndjente se diçka nuk shkonte. Pas 2 muajsh, një pasdite, ndërsa ai ishte në punë, më ra telefoni i shtëpisë. Ishte një numër i panjohur. Pronto? Thash në italisht. Në anën tjetër, një grua e re e pyeti me zë të butë, mund të flas me Arbenin? Ai s'është këtu, i thash. Kush e kërkon? Gruaja e tij, u përgjigj ajo pa hezitim, mu errësuan syt. Kush? Kush jeni ju? E kam thënë, jam gruaja e tij. Dhe dua të di kush je ti që i përgjigjesh në shtëpi, mu drodh trupi. Mbylla telefonin, por ai u bë shkëndija që ndezi çdo dyshim. Kur u kthye në mbrëmje, e prita në heshtje. Kush ishte ajo grua që telefonoi? E pyeta. Ai u hutua për një çast, pastaj qeshi me nervozizëm. Kush, ajo? Ndoshta ndonjë kliente e punës. Tha që është gruaja jote. Mira, tha ai, mos e tepro. Mos mendo keq për çdo gjë, por sytë e tij lëvizën. Dhe unë e kuptova se po gënjente. Ditët që pasuan u kthyen në ferë. Ai u bë më i ftohtë, më i ashpër. Ndonjëherë kthehej i dehur, bërtiste, më akuzonte për xhelozi. Një natë nuk erdhi fare. Kur u kthye në mëngjes, kishte aromë parfumi që nuk ishte e imja, ishte aroma e një gruaje tjetër. Ku ishe? I thash, me zë që më dridhej. Mos fillo, tha ai. S'jam fëmijë që t'i jap llogari, jam gruaja jote, gruaja ime? Tha dhe qeshi me përçmim. Po, në letra ndoshta, ato fjalë më therën më shumë se çdo goditje, nisa të bëja kërkime.
Një ditë, mora guximin dhe hap një nga dhomat që ai e ndalonte të prekja. Aty, në një raft, gjeta një album fotografish. Në faqe të parë, Arbeni me një grua bjonde dhe 2 fëmijë të vegjël. Në faqe të dytë, një certifikat martese italiane. Emri i tij, po i njëjti. Vetëm gruaja tjetër, zëri më iku, ishte sikur dikush më kishte goditur me çekiç në kraharor, bota më u shem. Ai nuk ishte burri im. Ishte burri i dikujt tjetër. Dhe unë. Isha gruaja e tij e dytë, e fshehtë, ajo që s'duhej të ekzistonte. Kur u përballa me të, ai nuk e mohoi. Po, kam 2 familje, tha me gjaktotësi. Një në Itali, një në Shqipëri. Dhe të dyja më duhen? Bërtita unë. Unë nuk jam një robë që ta mbash për nevojë, ti nuk kupton, tha. Me ty ndihem ndryshe. Me të. Është ndryshe, po fëmijët e saj janë të mit, po. Por kjo s'do të thotë që nuk të dua, të më duash. Ti s'din çfarë është dashuria, ai u ngrit dhe më pa me sy të ftohtë, nëse do të jetosh mirë, harroje këtë që the. Mos fol. Mos i thuaj askujt, dhe nëse nuk pranoj, atëherë do të mbetesh në rrugë. Mos harro, nuk ke letra. Këtu je askushi, netët që pasuan ishin më të gjata të jetës sime. Flija me dritat ndezur, sepse kisha frikë. Ai sillte her pas here miq në shtëpi, njerëz që flisnin në italisht, që më shikonin me përçmim. Unë rria në heshtje, me një turp që nuk më takonte. Në fshatin tim, askush nuk dinte gjë. Mendonin se isha gruaja e lumtur që jetonte në Itali, që kishte arritur ëndrrën. Vetëm unë e dija se ëndra ishte kthyer në burg. Një ditë, një nga fqinjet italian, zonjë e moshuar me zemër të mirë, më gjeti duke qarë në shkallë. Vajzë, më tha, çfarë ke? Unë s'dija ç'ti thosha. Ai ka një familje tjetër. Dhe më mban të mbyllur. Ajo më shikoi me keqardhje dhe më dha numrin e një qendre për gra të abuzuara. Shko atje. Mos e lejo ta kontrolloj jetën tënde. Ajo ditë më ndryshoi jetën. I mora gjërat më të pakta që kisha, një çantë me disa rroba, albumin tim të dasmës dhe dola në rrugë, zemra më rritë fort. Isha e frikësuar, por për herë të parë pas shumë muajsh, isha e lirë. Në qendër më ndihmuan. Më dhan strehim, ndihmë ligjore dhe më ndihmuan të kontaktoja ambasadën shqiptare. Kur autoritetet italiane e morën vesh, Arbeni u thirr në polici. Ai u përpoq të mohoj gjithçka, por provat ishin të forta. E gjobitën për bigami dhe gruaja e parë, ajo bjondja e fotografive, u shokua. Nuk dinte as ajo për ekzistencën time. Për një moment, më erdhi keq edhe për të. Ishim 2 gra të mashtruara nga i njëjti burr. Pas procesit, më dhan të drejtën të qëndroja në Itali si dëshmitare. Punova, nisa një jetë të re, por plagët nuk u shëruan lehtë. Çdo natë, kur shija gratë që dilnin për dore me burrat e tyre, ndjeja një dhimbje që nuk di si ta përshkruaj. Jo për të, por për besimin që kisha humbur. Në Shqipëri, njerëzit ende më pyesnin, si je me Arbenin? Unë buzëqeshja me dhimbje dhe thosha. Mirë. Tani jemi në vende të ndryshme, dhe në një farë mënyre, kjo ishte e vërtet. Kanë kaluar 5 vjet që atëherë, nuk u martova më. Kam një punë të mirë, një shtëpi të vogël dhe qetësi, por ndonjëherë, kur shoh detin, kujtoj atë vajzën 24 vjeçare që ëndërronte dashuri dhe i them me mendje, mos beso çdo premtim. Sepse edhe burrat që betohen për dashuri mund të kenë një grua tjetër që i pret në një shtet tjetër.